أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون صدق الله العظيم الكريم. Falenderimet I takojnë Allahu Gjellëshanuhu, krijuesit të vetëm, krijuesit të botrave, atyne të dukshme dhe pa dukshme. Minjohjet tona janë vetëm për atë I cili na përzgjodhi në mesin e krijesave me një status të veçantë, me statusin e besimtarit, e besimdrejtit, e besimtarit që tenton dhe përpiqet me gjetë për ditë e ma shumë rrugën e drejtë, atë rrugë e cila nuk është e kollajt me u jetu, sepse ne shpesh flasim në pikpamje teorike mirë për te, por kur vjen momenti për me hedh hapa praktik, se cili prej nesh ka ngërqet e veta, ne I shprehim mirënjohjen atij që na dha vizionin e duhun dhe aftësinë e duhun dhe besimin e duhun për ta pa pikëspari rrugën e mandej për faktin që na dha vullnetin e lirë për të ecë në rrugën e duhun, në rrugën e atyne që fituan pëlqimin e tij dhe jo inshallah në rrugën e atyne që fitojnë dënimin e Allahu Gjellëshanuhu. Selamet tona, përshëndetjet tona të përzemërta shkojnë për të gjithë profetrit, qysh nga Hazreti Ademi a.s. dhe deri te vula e tyre Hazreti Muhammed Mustafaja sallallahu ta'ala alaihi wasallam. Këta janë ma dashtunit e Zotit e si rezultat janë ma dashtunit tanë, janë modelet tona, deri në frymën e fundit ndar Zoti I Madh. Selamet tona shkojnë për familjen e Resulullahut a.s. për Ehli Bejtin, për atë familje model që rriti me frymen e modestis dhe bujaris dhe dashnis Hazreti Muhammed Mustafaja sallallahu alaihi wasallam për çdo antar të Ehli Bejtit. Selamet, përshëndetjet, duat dhe lutjet tona shkojnë për sahabët, për tabiinet, për të bej tabiinet, për ulijat, për ulemat, për gjithë ata që jetën e kësaj bote e vlerësuan siç duhet, jetuan me maturi dhe kujdes, jetuan me vetdijen e të kanonit mysafir dhe të përkohshëm, jetuan me idenë e të kanonit krijesa dhe jo krijues, që ja dorëzuan shpirtin Allahu Gjellëshanuhu si besimtar, si besimdrejt, pa pishmanleqje toksore, por me mall për të takuar me te. Është një kënaqësi e veçantë në ditën e Xuma me pa në shtëpitë e Allahu Gjellëshanuhu njerëz që vinë turma për të kryer obligimin e tyre ndaj robërisë së Allahu Gjellëshanuhu. Në këto kohë krizash, kur auditorët e pedagogëve janë bosh, kur universitetet vujnë për student, kur vendet ku trajtohet dituria numërohen me gishta, por edhe ato vende mbajnë krejt pak njerëz, kur edhe ato njerëz që janë të vegjël dhe merren me gjanat e vogla, Allahu Gjellëshanuhu në këto kohë krizash I ka mush shtëpijat e veta me njerëz që kërkojnë Allahun Gjellëshanuhu, me njerëz që besojnë te Allahu Gjellëshanuhu, me njerëz që nuk kanë asnjë interes përveç se dashurisë së Allahu Gjellëshanuhu, me njerëz që janë të esullum, që I kanë ikë dehjes së dynjas dhe që për ditë më tepër esellohen dhe I largohen asaj në aspektin shpirtëror, sepse secili prej nesh, çdo besimtar, është I vetëdijshëm se qendra e qenies I takon vetëm Allahu Gjellëshanuhu. Çabja e qenies, a shtëpia e Zotit, kështu që ne aty do t'i shembim dhe do t'i them idhujt me rrallë ndar Zoti I Madh. Amin. Kemi fillu me folë për lirinë dhe kemi thënë që liria është një koncept bazik në të gjitha shkencat humane, tu përfshi psikologjinë, sociologjinë, filozofinë dhe sigurisht në teologji është shumë bazike edhe pse kjo si temë nuk trajtohet shumë dhe lehet në një anë,
jo se ajo nuk ka vlerë, por se shpeshherë me trajtu temat të thella është një luks, sepse është kriju ideja që xhamati don temat të thjeshta, kur në fakt xhamati është vel nga temat e thjeshta dhe ka dëshirë në mënyrë graduale me rrugtu në tema më të thella, më shpirtërore dhe më të vërteta. Islami nuk është sipërfaqësor, Islami është thelbësor dhe kur him në thelbin e qenies njerëzore, do të vrem se njeriu është mbrojt me vullnetin e lirë, është mbrojt me liri dhe nuk mundet kurrësi as kërkush me robnu atë përveç se kur ai don me u robnu. Kemi thënë që liria përkufizohet në forma nga më të ndryshmet dhe secili njeri nga kani i tij i të pamunit të jetës, nga perspektiva e tij filozofike, shpirtërore, kulturore, intelektuale e me radhë, i ban një përkufizim drejtësisë në llojin dhe në formën e vet. Një pjesë e madhe kur përballen me temën e lirisë, kujtojnë se liria është mungesa e kufive, kemi theksu, mendojnë se liria është një mungesë përgjegjësie e thellë, mendojnë se liria është njeriu me thy çdo lloj prange, qoftë edhe prangat e respektit dhe edepit, tu mos marrë në konsiderat faktin që kjo qasje do të prodhonte një anarki, do të prodhonte një kaos, do të prodhonte një kiamet në tokë, do të prodhonte një shkatrim në shoqërinë tonë. Nëse do të ishim pak në fushën e filozofisë, për pak sekonda, sepse nuk është momenti dhe vendi dhe kohë kemi shumë, do të vrem që filozofët e trajtojnë lirinë në forma të ndryshme nga kani i tyre i të pamunit. Po kështu edhe sociologët, të cilët janë njerëz që merren me shoqërinë, me studimin e shoqënisë, edhe ato njësoj kështu. Edhe psikolog një lloj do ta trajtojnë në forma të ndryshme. Ta shpytja që me të drejtë njeriu shtron përballë gjithë këtyre interpretimeve në lidhje me lirinë, është kjo. Unë kam një jetë kaq të shkurtë dhe nuk mundem tesh me bë një lloj interpretime të lirive. Mu më intereson liria e vërtet, jo iluzioni mbi lirinë. Unë kërkoj atë lloj lirie e cila liri do të vlen jo vetëm për mua, por do të vlen edhe për njerëzit e tjerë. Atë lloj lirie që nuk do të na përçaj, por atë lloj lirie që na bashkon dhe na ban me jetu të gjithëve bashkë në komunitet. Cili është ai autoritet i cili ja vendos pikën konceptit të lirisë, me që jemi në muajin nënor, në muajin e lirisë dhe të pavarësisë. Ata që kanë pas mundësi të bëjnë një rrugtim teologjik mes librave dhe argumentave me karakter teologjik, janë përballë me një ajet i cili është themelor në fenë islame. Ajeti është ai që unë përmenda edhe në hyrjen e hutbes në gjuhën arabe, nesta'idhu billah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Unë thot Allahu xhaleshanuhu nuk i kam kriju gjint edhe njerëzit vetëm që të më adhurojnë mua. Xhamati nderuar, nëse ka një autoritet që mundet me na bashku tanëve, nëse ka një autoritet që mundet me na dhanë për kufizimin e lirisë, nëse ka një autoritet që mundet me na përul të gjithë dhe para tij, mendoj që ai është Allahu xhaleshanuhu, ai është i cili na krijoi ne, i cili na dha të gjitha konceptet bazë ne, dhe që ka të drejtë me na dhanë edhe konceptin e lirisë ne. Çfarë është liria? Simbas Allahu xhaleshanuhu dhe simbas profetërve që Allahu xhaleshanuhu solli në jetën e kësaj bote, që ne mi pas referencë dhe model në çdo hap dhe në çdo frym. Ajeti duke sikur në pamjet parë nuk ka lidhje me lirinë.
ka lidhje me robërinë. Ajeti duke që në pamje të parë ka lidhje në fakt vetëm me adhurimin. Unë nuk I kam krijuar gjinët edhe njerëzit vetëm që të më adhurojnë mua. Me lezu shpejt, kjo duke sikur nuk ka lidhje me lirinë. Por tash do thellohemi paksa me durim dhe do shohim që kjo bazamenti I lirisë së qenies njerëzore. Ky ajet që ndukje nuk ka lidhje me lirinë, është bazamenti I qenies njerëzore dhe I vullnetit lirë. E para, ajeti fillon të theksu faktin e fuqisë së Allahut, e fuqisë së krijimit. Që do thot, Allahu xhelleshanuhu është krijues. Se thot, unë I krijova gjinët dhe njerëzit. E para, nuk mundet me ta dhanë lirin kush tjetër përveç krijuesit tanë. Sepse mos na kishte kriju Allahu xhelleshanuhu, ne nuk do t'ishim sot tu trajtu temën e lirisë. E tanë jeta është dhurat prej Allahu xhelleshanuhu. Me që Allahu e krijon jetën, atëherë duhet me I lanë Allahut vendin për me folë në lidhje me te, në lidhje me qëllimin e krijimit saj. Ai që krijon, ai jep jetën dhe ai që jep jetën, ai jep edhe direktivat, ai jep edhe urdhnat se si ne me jetu. Brenda këtij ajeti përfshihen dy specie të veçanta. Janë gjinët edhe njerëzit. Pse këto dy krijesa dhe jo tjera? Sepse të gjitha janë krijesat e Allahut. Këto dy krijesa janë përfshirë në ajetin fjalë sepse janë të vetmet krijesa me vullnetin e lirë. Janë dy krijesa që ndodhen në këtë jetë, në këtë botë sprove, të pajisur me vullnetin e tyre të lirë, me zgjedh rrugën që ata dojnë, pa impunim, pa dhunë, nëpërmjet forcës së arsyes dhe logjikës, nëpërmjet dritës së besimit, tu lezu shpallje dhe tu njek modelet e profetërve, këto dy krijesa do të rrugtojnë në jetën e kësaj bote deri në frymën e fundit me liri dhe për të takuar me Allahun xhelleshanuhu të lirë dhe faqebar. Njeriu adhuron dhe ne me adhurim fatkeqësisht kuptojmë vetëm namazin, zeqatin, agjerimin, e kemi shkurtu hapësinën e adhurimit, e kemi ngushtu hapësinën e adhurimit deri në atë mas, sa që kur I themi dikujt Allahu na ka kriju ne për adhurimin e tij, ai kujton se unë jam të I thanë si hoxha ti me fal namazin, me agjeru e me radhë. Ne nuk e kemi kuptu hala faktin që në fen islame çdo gjë është adhurim në varësi të njëjtit për të cilin ajo bahet. Adhurim është edhe me marr frymë për hatër të Zotit. Adhurim është edhe me fjet kur të vjen gjumë për hatër të Zotit që më uqu I frest me kry detyrat tuja. Adhurim është edhe me u martu. Adhurim është edhe me eduku familjen tane. Adhurim është edhe dashuria që ti reflekton tek tjetri. Adhurim është morali I mirë në një kohë kaq të vështirë. Adhurim është rrugtimi drejt diturisë, atëherë kur çdo gjë ty tenton me të hall në vorbullën e ignorancës. Adhurim është çdo gjë. Prandaj unë preferoj me përkthy ajetin në fjalë, unë nuk I kam kriju gjinët edhe njerëzit vetëm që shprehin robëri totale dhe absolute ndaj meje. Robëria ndaj Zotit, në fakt, është shpëtim I robërive ndaj krijesave të tjera. Ai njeri I cili nuk e ka të instaluar mirë besimin në zemër, fillojnë aty në zemrën e tij dhe hinë për ditë më tepër zotra të rrem. Dhe aty humbet mandej liria dhe aty fillon mandej slavëria. Nëse ti nuk do t'i falesh të vërtetit, nëse ti nuk do të shkosh te liria absolute,
atëherë do të dënohesh të ju bërë rob jo të vërtetve, do të dënohesh me iluzione dhe me zotra të rëmë, do të prodhosh me dhjetra dhe me qindra zotra. Ma mirë prano zotin tanë të vërtet i cili është li, se sa me muhu zotin tanë të vërtet dhe me prodhu mira zotra të rëmë që tentojnë me ta marrë lirin, tentojnë me ta marrë jetën, tentojnë me të ba instrument të një sistemi që është në funksionin e interesave tyne. Allahu Gjellëshanuhu do të vazhdoj interpretimin për lidhje me këtë ajet, i cili është shumë i rëndësishëm. Në mënyrë indirekte thot, unë nuk i krijova gjinët dhe njerëzit vetëm që ato të lirohen nga prangët. Unë nuk i krijova gjinët dhe njerëzit vetëm që ato të lirohen deri në atë mas sa të më adhurojnë mu dhe të dëshmojnë ekzistencën teme tu masu kapë rob nga zotrat e rëmë. Prandaj, të gjitha diktaturat e kanë marrëdhënien e keqe me religionin. Sepse diktatura tenton me prodhu një zot tjetër të rëmë. Diktatura tenton me kthy njeriu që është kriju si krijesa më e përsosur, që është zotnia i universit, me shndru në një vegël, me shndru në një instrument të një sistemi të vogël interesash, ku çdo gjë punon për një person, për 2 apo për 3. Allahu thret drejt robërisë ndaj tij, që do thot Allahu na thret që mos t'i bëhemi rob kujt tjetër përveç atij. Allahu Gjellëshanuhu thret drejt vullnetit të lirë dhe Allahu Gjellëshanuhu në mënyrë indirekte thot mos u bani njerëz të cilët ose të cilëve u vehen pranë nga imponimi. Allahu Gjellëshanuhu na fton drejt vetëdijësimit dhe jo drejt dhunës, dhe të gjitha shpalljet tentojnë me ndërtu në qenien tonë vetëdijësimin e të kenit krijesa më e përsosur dhe krijesa më e vlerësume e Allahu Gjellëshanuhu. A ka nder më të madh dhe a ka begati më të madhe? A ka gjë më të bukur se sa liria absolute? Nëse dona me fol për lirin, jo për lirin e sklevrëve, sepse bota është e mbushur me njerëz që flasin për lirin, po janë të sklavëruar në shumë aspekte. Bota është e mbushur me njerëz që kanë pasion me fol për lirin, pa kanë vetë të lirë. Dhe në fakt, edhe religioni vun nga njerëzit jo të lirë. Sikur religioni dhe Islami ummeti të kishte njerëz të lirë, gjendja e ummetit nuk do të ishte kjo. Ummeti nuk do të kishte prijes të tillë. Ummeti nuk do të kishte shqipërisisht të vegjël të kapun tan nga sistemi, që nuk janë zot me fol në momente të caktuara, që s'janë dot me dal në momente të caktuara nga kurse të ndryshme. Robëria është e lidhur ngushtë me shprehjen e famshme të Islamit, La ilaha illallah, nuk ka asnjë zot tjetër përveç Allahut. Ajo shprehja la që themi ne është simboli i lirisë së besimtarit dhe muslimanit. Nëse liria e besimtarit do të kishte një simbol, do të ishte ajo laja, lami dhe elifi, për ata që njohin gjuhën arabe, që do të thotë s'ka, unë refuzoj çdo gjë. Çdo gjë që më serviret mu gabim e refuzoj. Çdo gjë unë jam i lirë prej çdo gjaje dhe prej çdo varësie. Mandej vjen pjesa mrapa illallah, përveç Allahut. Aty e kam unë varësinë, aty e kam unë lirinë, aty e kam unë kënaqësinë, aty e kam unë vlerën, aty e kam unë fundin, aty e kam unë fillimin, aty e kam unë vazhdimin, aty e kam unë jetën, aty e kam unë vdekjen, aty e kam unë qenjen. Të gjitha zotrat e rem i refuzoj. A mundet me ndërtu një ndërtesë madhe pa u hap një themel?
Nëse themeli nuk hapet, nuk bëhet një grop e madhe, nuk mund ndërtojmë kate sipër. Themeli ku ndërtohet ngrehina e tauhidit është pikërisht mohimi i zotrave të rrem, është pikërisht liria prej zotrave të rrem, një liri e kulluar që ta jep vetëm besimi. Nuk ka asnjë fushë tjetër që mundet me ta dhanë këtë lloj lirie. Ne na serviren për ditë zotrat të rram. Sidomos tash në periudhën e kapitalizmit apo materializmit, njeriu është i marrur peng nëpërmjet formave të ndryshme, sepse ne kujtojmë se ja hollë me sistemit, po thënë vetë, diktatorial dhe kujtojmë se jemi të lirë. Të gjithë ne në kry e pandehim vetin të lirë. Në faktan, jena të kapun mos i mënyrë, në një mënyrë tjetër, mos me i rogë, mos me i pozicion, me diçka tjetër, të gjithë jemi të kapun disi, sepse realisht, besimi jonë ka mangësi të caktume, dhe ne, pa dyshim, jemi njerëz, kemi frikrat tona. Problemi është kur frika e kalon masën, kur frika e kalon cakun dhe fillon me t'u bë një gjë e vogël më e madhe se ç'është dhe fillon me mbi vlerësu një gjë të vogël, tu harruçi për Allahun ajo gjë që ty të frikson se po tik është shumë e vogël. Allahu ka rezervuar diçka më të madhe mbrapa. Ti nuk je Zoti me e pa, e për kyt nuk është faji i kërkuj tjetër përveç se faji i skllavërisë tande, që ti shef pak, shef cek, nuk shef thellë dhe ku duhet, nuk shef nga ardhmja. Ajo thirrja e Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam rreth 23 vjet, që i thoshte kujdo, thuj la ilahe illa Allah dhe shpëto. 23 vjet kjo thirrje. Thuj nuk ka zot tjetër përveç Allahut dhe shpëto, fito lirin, iki skllavërisë së dynjas, iki skllavërisë dhe të ahiretit, fito kënaqësinë e Allahut xhel shanuhu, fito takimin me Allahun xhel shanuhu. Po të kishte një rrugë tjetër liria, nuk do ta filloshte Hazreti Muhammed Mustafa alayhis salam gjatë 23 viteve me shprehjen thuj la ilaha illallah dhe shpëto. Nuk do ta kishte me kaq ngut këtë punë Hazreti Muhammed Mustafa alayhis salam. Do të ndërtohte një formulë, një strukturë tjetër, por nuk ka pra strukturë tjetër. Nuk mundesh me ndërtu një bazament gabum, sepse e gjithë ngrehina vjen poshtë kur neglizhohet themeli. Profeti Muhammed alayhi salatu wassalam na këshillon shpesh që mbasi falim namazet të themi 33 herë subhanallah për shemb. Janë disa kode me të cilat ne jemi rrit, janë disa kode të cilat ne janë shndruar në një lloj mekanizmi automatik, që me thënë funksionon goja, shpeshherë e thot 33 herë, por nuk vetë mendje puna, nuk vetë mendje zemra, e me radhë, nuk vetë në mendje qënja, nuk vetë, që me thënë në punë qënja, më falë. Dhe, kur themi 33 herë, subhanallah, që do të thot, o Zot, larg çdo të mete, larg çdo krijese je ti, sepse krijesat e tjera kanë të meta pa fund. Ti je i vetmi i pa të meta, e themi këtë, i lartësuar je ti o Zot nga çdo e met. Çfarëdo gjaje, çfarëdo opinioni që ne kena për ty, njerëzit kanë për ty, krijesat kanë për ty, ti je në fakt jo si ai opinion, je më shumë sepse ti je pa të meta, sepse opinionet tona që ne ndërtojmë janë me të meta. Në mënyrë indirekte 33 herë që i themi Allahu xhel shanuhu, që në jetën e kësaj bote, sa të jem gjallë dhe sa të kem frym, unë nuk kam me të përngja ty me kërkem, nuk kam me vu kërkem jetën e kësaj bote në vendin tam, nuk kam me leju asnjë krijes me të meta, me zanë vendin tam që je i pa të meta. Dhe kur e themi 33 herë këtë, duhet me ndërtu vetdije mbrenda nesh
qajna të u thanë, se nëse e themi sup, ajo nuk ka asë një vlerë. Suneti nuk është me thanë diçka në mënyrë mekanike, është me i thanë vedit, me i thanë qënjes, me a kujtu kodin e liris, dhe një ndër kodet e liris është një fjalë thjesht, nuk është një shkencë e madhe. Subhanallah, i lartësum jeti o Zot nga tmetat, që do thot të gjithë krijesat e tjera janë me tmeta dhe nuk kanë me u bë kur Zoti jem në jetën e kësaj bote. Kushdo qoftë ajo krijesë, sa do interesante tjetë ajo krijesë, sa do ndukje e pushtetshme tjetë ajo krijesë, sa do e bukur tjetë ajo krijesë, sa do inteligjente tjetë ajo krijesë. Ja Rabbil Alamin, ja Allah, ajo është krijesë dhe ka tmetat e veta, vetëm ti i pa tmeta, ja Rabbil Alamin. Kur themi kodin tjetër mbas çdo namazi 33 herë, elhamdulillah, hamdet i takojnë Allahu Gjellëshanuhu, ne e madhërojmë dhe shprehim një njohjen Allahu Gjellëshanuhu, çfarë do thot kjo në mënyrë indirekte? Çfarë vetdije duhet me ndërtu tek besimtari në mënyrë indirekte? Duhet me ndërtu vetdijen që ja Rabbil Alamin, ja Allah, në jetën e kësaj bote, sa të kem frymë dhe sa të jem gjallë, nuk do të madhëroj kem, aq sa të madhëroj ty, ja Rabbil Alamin, ja Allah. Mos me ban nga njerëzit servil që madhërojnë shefin e vet, që madhërojnë kryetarin e partisë, që madhërojnë atë kryetarin e lagjes, që madhërojnë drejtorin ku ata punojnë, që vjen ma shumë përmendin atë që jep rrogën, se sa përmendin Allahun që i ka dhënë frymën, jetën dhe qenien. Atë elhamdulillahi 33 herë, që i kena obligim me e thanë mas çdo namazi, nuk është një gjë mu thanë shpejt, me i palë të spia po me gishta vrap me kry, dhe kush po deli pari prej xhamis, sepse shtëpia e Allahu Gjellëshanuhu është tempulli ku ndërtohet vetdia e lirisë së qenies njerëzore. Është vendi ku lehen prangat, është vendi ku thehen të gjitha diktaturat, ku instalohet liria e vërtet e qenies njerëzore, ajo liri që fshehet tek robnia vetëm ndaj Allahu Gjellëshanuhu. Kur themi mbas namazit 33 herë Allahu Ekber, Zoti është i madhi, jo më i madhi se s'ka të krahasum, do të thotë që në jetën e kësaj bote, ja Rabbil Alamin, ja Allah, nuk kam me majt kënd të madh. E di që çdo krijesë është e vogël para teje. Që do të thotë nuk kam me pas frikë ndaj krijesë, se asnjë krijesë nuk është aq e madhe sa duket, se jeta e çdo krijese është në dorën tënde, se fryma e çdo krijese është në dorën tënde. Se një krijesë, edhe pse pande vetit të vogël, vjen një moment në çast shuhet. Atë Allahu Ekberin, se si e ban ti, a ban avash, a ban shpejt, a ban me za, apo za, mu nuk më intereson. Mu më intereson a ndërton vetdije Allahu Ekber, teksa thu Zoti është më i madhi. A ke zotrat mbrëmja teje të rrem tjerë? Që do thot direktivat prej ku i merr, që do thot cilat janë direktivat e para në jetën tënde, në ditën tënde, në qenien tënde. Qysh se qohesh nade, kush t'i jep direktivat? A qohesh me respektu direktivat e Allahut, tu fal namazin, tu marr abdes, tu fal namazin, tu ba dhikr apo vrap, me dale, me punu dhe me fitu disa tardhuna të cilat në fakt t'i jep Allahu Gjellëshanuhu në sebebe nga matë ndryshmet, sepse vet ai thot, unë jam er-Rezzak, që do thot, unë jam ai i cili e jap riskun. Risku është në dorën teme, e me që janë në dorën teme, thot Allahu, apo baheni rob të mi, me që nuk janë dorën e kërkuj tjetër, pse baheni rob të tjera kuj. Gjana këtë vogla, gjana që i kena ba që shmi, Allahu Ekber, elhamdulillah, subhanallah, po këte janë kode shumë të vjetra, këte janë kode komunikimi, janë kode lirije, janë kode misteri, këto janë qilësa që hapin qenie njerëzore, pavarësisht se tu i ba për ditë, kemi fitu një lloj imuniteti dhe nuk na ma gjepsin ma, por nuk duhet me u kthy adhurimi
nuk duhet më kthy gjaja më e rëndësishme e jetës. Adhurimi i Allahut në çdo aspekt të jetës nuk duhet më kthy në një rutinë larg vetdijes, larg komunikimit të mbrëmshëm me Zotin, larg ndërtimit të mbrëmshëm të qenies njerëzore. A ka më bukur se kur i themi në vendet e shenjta Allahu xhaleshanuhu lebejk Allahumma lebejk, si themi Allahu xhaleshanuhu ya rabbil alamin, ya Allah, un jam gati me marr çdo urdhën prej teje, un vetëm ty të dorëzohem pa kushte, un vetëm ty të dorëzohem pa asnjë pretendim, që do thot në mënyrë indirekte çfarë i themi Allahu xhaleshanuhu, ya rabbil alamin, ya Allah, o Zoti i botrave, o Zoti i çdo krijese, une nuk i dorëzohem kuj pa kushte, as një sistemi, as një partije, as një gjaje. Vetëm ty të dorëzohem pa kushte, sepse unë jam vetëm i joti. A ka liri më të madhe se kjo? A ka pavarësi më të madhe se kjo? Unë nuk njoh liri më të madhe se sa liria shpirtënore, se sa kur zemra gjen dashurinë për Allahun xhaleshanuhu dhe kur ajo pastrohet nga gjithë idhujt e rrem. Ai njeri që i bat rob Allahu xhaleshanuhu, ai njeri bat aq i mirë sa fillon vetëm me shërby, pa interes, nuk pret me i dhanë kush lek me i shërby kuj, nuk pret me pa interes me i shërby kuj. Dhe ai njeri që i bat rob Allahut ka një kujdes në jetën e tij. Kujdesi i tij është mos me baken rob të vetit. E para, nuk duhet ne me ju bar rob kuj përveç Allahut, dhe e dyta s'duhet me lan vedin me ran në pozicionin e atij që tenton me bar rob të vetit. Se kja është shumë rëndësishme. Shohim mësues që dojnë me nxënësit e vet, studentët e vet, dojnë mi bar rob të vetit. Shohim tregtar që marrin njerëz në punë dhe i trajtojnë ata si rob të vetit. Edhe kur nuk e thojnë me gojë këtë, mënyra si i trajtojnë, ti e vjen re që ai ka ndërtuar një marrëdhënie robnie me personin që kanë në veti. Që ai nuk mundet as me refuzu as me quj herzani. Që edhe kur flet punëtori brenda një 8 orëshi, është i detyruar me fol me kolegun e vet, mundet me aprej shefi mi thanë mos fol, atë kam dhënë leje me fol, kja është gati mi thanë mos merr frymë, atë kam dhënë leje me marr frymë. Është gati këtu, loja. Dhe këto merren peng me një sasi të hollash minimale. Ne i shprehim Allahu xhaleshanuhu në këtë xhuma, në këtë ditë, lutjen tonë të vetme që është o Zot, na i zbukuro zemrat, na i liro zemrat, na liro qenjen. Na bën që xhamia të jetë tempulli dhe vendi i lirisë dhe i marrëdhënieve që ndërtohen në liri. O Zot, na bën që të jemi vetëm rob tuaj, të jetojmë si tillë, të vdesim si tillë dhe të ringjallemi si tillë. Amin. Amin, amin, ya arhamar rahim.